Prandaj baj pyetje, si është e mundshme Maqedonia me shumicë është muslimane, thojnë e kemi një Zot Allahin, dhe janë shumë keq. Unë po flas për të drejtat e muslimanëve në Maqedoni. Ju keni mundësi dhe kapacitet në Maqedoni me apliku edhe sheriatin islamik. Po nuk e dim se mirën me shqiptarët dhe me Shqipërinë dhe me Evropën. Ju keni drejt me apliku sheriatin të ata që janë musliman. Me apliku ligjin, ai që i vjen me aku dorën, ai që i ban kur vallëk me gjujt me guri. Se lloji juve që jeni musliman, pavarësisht a është shtorbez, a është sërb, a është diçka tjetër, se jeni kombi është organizim politik. Po sot me dalë ti, musliman shqiptar dhe Shqipërinë, si zëdhënës i Mickovskit, fund Mickovski kam ju lënë bartë në Llaç.